Mbrëm rreth orës 19:45 efektivët e policisë nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin AS 53 vjeç nga Gostivari, duke vepruar sipas raportimit nga bashkëshortja jashtëmartesore e tij 38 vjeçare, se një ditë më parë, rreth orës 2 në apartamentin e saj, ai ishte sjellë në mënyrë agresive ndaj saj dhe e kishte sulmuar me një mjet metalik, pas së cilës e kishte sulmuar edhe seksualisht. Ai po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të ngrihet kallëzim përkatës. Mbrëm rreth orës 21:45 në Tetov, në rrugën Iliria, në afërsi të ish fabrikës Plastika Medicinale në Tetov, efektivët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar personin ET 19 vjeç nga fshati Reqice Madhe, i cili pasi është ndaluar nga një automjet pasagjerësh Golf me targa të Tetovës, ka filluar të sillet në mënyrë agresive ndaj tyre dhe t'i nënçmoi ata ndërsa po kryenin detyrat zyrtare. Ai po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të pasojë kallëzim përkatës. Dje rreth orës 18:40 në fshatin Reqice Madhe, efektivët e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin FSH 26 vjeç nga fshati Reqice Madhe, duke vepruar në bazë të një kallëzimi të mëparshëm nga një 21 vjeçare nga Tetova, se ai e kishte ngacmuar dhe kërcënuar. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, për të do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 13:20, efektivët e policisë të sektorit për punë të brendshme Tetov, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprave penale vjedhje në zonën e Tetovës, kanë privuar nga liria personin JA 68 vjeç nga Republika e Kosovës. Tek ai janë gjetur gjësende që kishin origjinë nga veprat e kryera penale dhe ai është ndaluar në stacionin policor për procedura të mëtejshme dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse, sipas nenit 235 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dje rreth orës 13:20, BS 29 vjeç nga Shkupi ka raportuar se teksa po drejtonte automjetin e tij të pasagjerëve në rrugën Boris Kidriç në Tetov, për shkak të një keqkuptimi në trafik, është sulmuar fizikisht nga një person që ishte me një automjet pasagjerësh Porsche me targa të Tetovës, po merren masa për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rastit. Dje rreth orës 17:45 në njësim policore Rostush, VB 71 vjeç nga fshati Bitush ka raportuar se rreth orës 14:45 pranë kishës Shën Kirili dhe Metodi në vendin e quajtur Borovi, ndërsa po ecnin përgjatë shtegut pyjor, bashkëshorti i saj 75 vjeçar me inicialet RB ka vazhduar në një shteg tjetër dhe ajo ka humbur kontaktin me të, pas së cilës nuk ka mundur ta gjejë më, po merren masa për gjetjen e personit. Gjatë ditës së djeshme në zonën e sektorit për punë të brendshme në Tetov, është kryer kontrolli automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 39 shofer, 30 nga Tetova dhe 9 nga Gostivari, për parkim të gabuar dhe të paligjshëm. 27 prej të cilëve, 18 nga Tetova dhe 9 nga Gostivari, janë marrë nga shërbimi komunal me rimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 44 lloje të tjera të kundërvajtjeve rrugore, 35 në Tetov dhe 9 në Gostivar.